Të shpreh mirënjohjen tonë thellë për mbështetjen e pakursyer që Republika Çeke ka ofruar dhe vazhdon të ofrojë për Shqipërinë në procesin tonë të integrimit në Bashkimin Evropian. Bisedimet tona u përqendruan natyrshëm në fushat e bashkëpunimit dypalësh, përfshirë ekonominë, mbrojtjen dhe sigurinë, si dhe në zhvillimet e fundit në turizëm, arsim, kulturë, por edhe sektor të tjerë të interesit të ndërsjellë. Edhe dinamikat e rajonit Ballkanit Perëndimor e më gjerë. Ne ritheksuam për krajin tonë pa lëkundur, për popullin Ukrainës në luftën e drejtë për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit. Mbështetja jonë, si edhe dy vende anëtare të NATO-s, do të vazhdojë e pandërprerë, deri në arritjen e një paqe të qëndrueshme, e cila do t'i ofrojë Ukrainës mundësinë për të ndërtuar një tarme të sigurt dhe të qëndrueshme në bashkësinë e vendeve demokratike. Shqipëria është një vend mik dhe aleat dhe kemi një partneritet afatgjatë në shumë fusha. Çekia dhe Shqipëria kanë marrëdhënie të shkëlqyera dypalëshe e natyrisht shkëmbim tregtar të ndërsjellë më shumë se sa edhe me partnerët e tjerë evropian. Ju përmendët një shifër të 110.000 turistësh çek që vizitojnë Shqipërinë çdo vit. Dhe nuk është vetëm destinacione turistike si Saranda dhe Durrësi, por edhe natyrisht pjesa tjetër e mrekullueshme dhe malet spektakolare.